gati të vjen keq ti për të orësh. Ma e pak. Sa bukur është. Jo të hunda ime, jo. Shiko, ka disa element të cilët mund të shtohen kuzhinës tuaj dhe jo vetëm, sidomos element tradicional, jam baje pak Julka, ja tek është dhe kjo këtë trasa, që është fantastike, dhe e bëjnë atë super të veçantë, komode. Ta zbukurojnë. Ta zbukurojnë vitën. Ta zbukurojnë shumë. A themi dhe na zbukurojnë mudi nga një tufë me lule që mund të kemi në shtëpi, por sigurisht kur kemi edhe këto gjëra kur gatuajmë, por edhe për t'i ekspozuar, se mund t'i ekspozosh, artet të tilla sigurisht janë fantastike për t'u ekspozuar. A di si pritet qepa me këtë duke parë të gocën? Këtu. Mund presësh te gishtin se mahnitesh, po gjithsesi. Shkon qaj unë qaj goca. Shiko, po flasim për element tradicional, sigurisht për të drurit, nuk diskutohet, për të patur sa më shumë pamje të mirë, rifreskuese, të veçantë, të personalizuar të kuzhinës son, por jo vetëm kaq, sepse nga kjo do dalim edhe tek një element që Julka ka shumë qef. E vërtetë është, tek vëthët padyshim. Jemi shumë të lumtur që të kemi dy artizanë që do donim t'i njihni edhe ju më tepër. Kemi Andrin dhe Fionën Dinolari, që janë artizanë dhe kanë shumë kohë që kanë bërë këtë krijim tyre. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Çuna goca ju lumshin duart. Një herë para, domethënë, është Andri dhe Fiona janë fantastik në punën që bëjnë. Duket. Që ajo që ka varur Fiona në qafë, domethënë, është një gjë e cila mund të duket pak kështu e thjesht, por ama do ta shpjegojmë pak më vonë se ç'punë bëhet aty. Çfarë nuk kishte aty brenda në realitet? Çfarë nuk kishte, çfarë lloj teknikash. Mirë, dua ta di pak se si ka nitur pasioni juaj për këtë pjesë, për pjesën e punimit me dru. Këto janë produkte të cilat janë të gjitha me dru, janë të gjitha të gdhëndura, me djegje, me lyerje, ka shumë punë. Nuk e di se nga ka ardhur pasioni, a e keni të trashëguara, një ditë të bukur u zgjua dhe ju thanë, wow, do ta bëj këtë gjën, apo si? Kush do ma thot? Atëherë, personalisht kemi shprehur, unë personalisht kam shprehur talentin në teknikën e vizatimit që i vogël, po mendoj në moshën 4-5 vjeçare, kemi filluar si çdo fëmijë që ka filluar do të bëj ato vizatimet e para dhe pastaj me kalimin e kohës kemi parë që që ka me gjimen pas ka talent, domethënë. Po gjithmonë kjo gjë është bërë në mënyrë autodidakte, domethënë, pa patur nevojë e një shkolle. Nuk e bërë shkollë për piktur? Më pas kam mbaruar ciklin bachelor për art dhe design dhe pas kësaj ka ardhur një eksperiencë prej 10 vitesh që ne kemi punuar me tregun jashtë kryesisht si designer grafik. Edhe tani për disa muajsh kemi tentuar domethënë që të futemi edhe nëpërmjet këtyre me produkteve artizanale, me nuanca autoktone, me nuanca tradicionale. Dhe janë pëlqyer goxha. Tani Fionës apo Andrit, vajti mendja për këtë vëthë. Tashi ishim ne, si më thanë, jemi një grup që punojmë edhe nuk mund t'i diferencojmë, si më thanë, meritat apo t'i marrë dikush. Ore, kush e tha pse shikonim familjarisht, se Andri kemi gjyshin e përbashkët se nemi kushërin, i cili ka qenë qefli i punës me dorë, mbase jo në pjesën e artit, po tek pjesa e përpunimit të bloqeve, personalizimeve. Më mundonte që ta bënte vetë, edhe nga mos e pasura, do më thënë në atë kohë që... Patjetër. Gjithashtu unë, si më thënë, nga ana mamas, do në gjyshin nga ana mamas, ka pas bërë këto varka, do më thënë që edhe aji është marrë diçka me artizanat, nga ati, kështu që e kemi gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë kohës, ne në familjen tonë, do më thënë, gjithashtu dhe baba i Fionës, dhe vlla i Fionës. Unë pres që Fiona të më thotë për punën e vëthëve, që unë kam vendosur. E ka dhënë idenë. Në ideja është kjo, që në momentin që u filluam të dizenjonim si punë, unë jam qefli e vatës, dhe unë jam koleksionisht e vatës. Për përdorim për ditë, mbi 100 palë vath, po... Shikon, pas ka rekord. Një unë ju të dy atë vëthëve, një unë me njëra tjetërën. Dhe unë jam e fiksuar që kur udhtoj të gjej modele sa më interesante të punës artizanale dhe për ta sjell pastaj për ta patur pjesë koleksionit tim. Po Andri ishte ai pastaj që e bëri e zgjodhi pikërisht që këtë ta sillte si një detaj në vëmendje për ta personalizuar edhe me kulturën vendase. Nuk e tha emrin e vet ama, tha skuadra. Skuadra. Andri. Normalisht duhet jemi edhe modest edhe të japim secilit. Ore merr përqindjet e tua më të larta. Po mirë, tani
mirë të vëtët se e kuptoj. Po këtu në elementet e kuzhinës ku t'i vajti mendja që t'i vendosë këto, t'i bëj në këtë platforme? Po tani kreativiteti këte pun ka, ne jemi kryus, edhe normalisht përveç asaj që kryojmë do në dizajnit, duham që kësaj dizajnit i apim edhe një funksion nga ana tjetër, nëse shikon, për shembull, ajo që është kapsja e mishit apo sallatës, ka një dizajn caktuar, po gjithashtu ka dhe funksionin e vetë caktuar, apo ajo që është drasa prerjes apo drasa e servirjes ushqimit, nëse shikoni edhe, për shembull, vendosja e dizajnit në produkt bëhet në mënyrë që të mos t'i heqi funksionin produktit. Se do ishte e dhimbshme me thënë drejtën të presim qepën në fytyrën e gocës aty. Po do filloj do qaj ajo, pastaj. Është e menduar shumë bukur. Përveç këtyre elementeve që na i keni sjellë në studio, çfarë keni personalizuar tjetër? Po, kryesisht ne merremi me personalizimet e këtyre produkteve të kuzhinës, ose të tryezës në mëngjes. Ajo na intereson, se jemi... Po, normalisht. Kryesisht jemi marrë me këto, por edhe projektet e fundit që ne po bëjmë, si që ishte puna vadhëve që ne e përmendëm, po merremi me një zgjerim të gamës produkteve. Mundohemi që dizajnet që kryojmë t'i sjellëm në disa produktet ndryshme që çdo person ta gjej veten ka ai produkt që i pëlqen më shumë. Kujt i pëlqen kuzhina mund përzjellë produktet e kuzhinës, kur i pëlqen vathët. Jo, po të ndjek me shumë vëmendje se përpara se t'hynim transmetim më tash shikota. Unë nuk jam shumë i mirë, tha me të volur në kamerë dhe po bitë nga një orë që kështu që po të shumë me vëmendje të madhe. I kam thënë që është i lindur për këtë punë, po sa ka kuptuar? Se ka kuptuar akoma. Shiko, jo, po është çështje pasioni. Mbase nuk ka pasur përballë të duhurin. Edhe kjo është atë çështje mund të që patjetër nuk diskutohet, po është edhe çështje pasioni. Kam përshtypjen kur ti flet për punën tënde, për pasionin, për ato që ti derdh mundin, të dalin fjalët vetë. Teknikat janë shumë vështira. Tani dua të ndalem pak tek ajo varsja që ke ti, e cila shpjegon praktikisht edhe teknikat që janë përdorur, që përdoren qoftë për vëthët që kemi ne, për elementet e kuzhinës, se ne kemi për shembull drasën dhe kapsen, po ka edhe këtu në studio, po ka edhe pjata, ka edhe mbajtëse të produkteve etj. Është kombinim teknikash dhe nuk është aq e lehtë. Nuk është as pak e lehtë, edhe kjo është diçka që ndonjëherë është e vështirë ta përcjellësh tek pjesa e publikut, pasi tani populli ka arritur në një farë ndërgjegjësimi që ka filluar ta kuptojë vlerën e punës artizanale, e punës bërë me dorë dhe ka filluar dhe ta preferojë, por më parë nuk ka qenë gjithmonë kështu. Ne jemi familje që jemi rritur me sensin e artit të bukurës, jemi rritur me pikturave, mozaikëve, punimeve dorës dhe ka qenë gjatë gjithë kohës për neve e rëndësishme që të vazhdojmë edhe në jetën tonë përditshme të mbajmë të njëjtin stil punuari. I mat ka punuar në zhanra nga më të ndryshëm, pikturë, skulpturë, mozaikë etj. Kështu që kur vjen puna që ai fillon të dizenjojë një produkt, përpiqet që të gjitha teknikat të sjellë së bashku dhe për shembull kjo është një ndërmarrje. Kjo varet sa që bëri me përshtypje. Bukurosha e Durrësit. Po, e kemi shumë të rëndësishme që të përcjellim. Shëndet. Po të vjen. Ne kemi shumë të rëndësishme që të përcjellim dhe kulturën tonë kombëtare në punimet që neve shfaqim dhe për shembull ne nga Durrësi, bukuroshja e Durrësit ka punim me gdhendje, me djegje, pra pirografi dhe gjithashtu është dhe pjesa e pikturës. Ka projekte që neve përdorim dhe dy lloje të ndryshme materiales duke sjellë dhe gurin për shembull në punime. Por që normalisht gjatë gjithë kohës është në çdo produkt të ri që ne shfaqim, gjithmonë përpiqemi që të gjejmë se si mund të shtojmë elementet për ta bërë sa më inovative dhe gjithashtu të jemi edhe të kujdesshëm në përdorimin e materialeve. Pra doni të kombinoni praktikisht edhe inovacionin, edhe ecjen kohën ku jemi, po të ruani dhe traditën, që është shumë e rëndësishme. Tani, mua automatikisht më lind pyetja nëse këto produkte të kuzhinës për shembull, i porosisin njerëzit? Po. Po. Më mirë tani pyes. Mirë që i porosisin, po ndonjë. Patjetër që i porosisin. Ashtu ë? Patjetër që i porosisin, madje janë këto çiftet e reja, le të themi, ose ato që sapo kanë blerë një shtëpi të re, që duan që edhe kur ftojnë njerëzit në tryezat e tyre doan ta kenë tryezën sa më të mbushur apo të personalizuar, siç mund ne për shembull kemi realizuar edhe punime doan që i realizojmë me inicialet e çiftit bashkë. Shumë me djegje. Po, me djegje ose normalisht fusim edhe me Alban, luga e Albanit. Në metal shkruani ju? Momentalisht jo. Kam një lugë time unë aty që ma marrin gjithmonë dhe dua ta shkruaj. Të bëj çaka. Porositen. Po, porositen. Pëlqehen. Më shumë këto të kuzhinës apo vëthët? Ndryshon mohabeti këtu tani.
Tashi edhe guzhinës janë porositur, edhe vathët. Ne kemi vanë re, domethënë që vathët kohët e fundit kanë pasur edhe janë një projekt që i kemi bërë më mbrapa se sa produktet e guzhinës dhe kanë pasur një feedback shumë pozitiv. Gjëra të çuditshme ju kanë kërkuar njerëzit? Hajde tani, se pas keni se u pat Të çuditshme nuk mund të them tash sa të çuditshme, po histori fani kemi edhe ne. Dua me fakte ne. Gjërat më të çuditshme që mund të na kërkojnë janë shprehje. Shprehjet zakonisht në rastin e ditëlindjeve, për shembull që duan t'ia dhurojnë një shoku apo një shoqe apo një familjari që bën një shprehje fani apo Andri, ta thuaj shprehjen fani. Jo, më jo se mos është me pip. Unë do t'ju tregoj një rast, domethënë që na ka ndodhur që bëm nuk është me pip. Na ka ndodhur në një rast që dikush i bënte dhurat gruas tij për rastin e përvjetorit martesës, i bënte një personalizim që kishin datën e martesës e tjerë, dhe më mbrapa u rikthye edhe na tha kishte ngatruar datën kishte ngatruar vitin e martesës. Por që nga i moment ishte pa rëndësishme se ata u ndanë. Patjetër u ndanë. Hapësira është aty se ne dizajnerat i kemi shumë të mirë. Bërë dhe gjëra të çuditshme, kështu që pse jo në të ardhmen mund vime ndonjë histori tjetër. Shumë interesante. Shiko, ju komplimentojmë pafund një herë për punën që ju bëni, mbi të gjitha ajo çfarë mua m'pëlqeu te kjo bisedë është fakti që jeni dy të rinj, të cilët e trashëgoni punën artizanatin dhe traditën shqiptare nga pararësit tuaj, nga familjarët tuaj dhe vazhdoni ta mbani dhe kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë për punën që bëni dhe mbi të gjitha edhe që ishit sot. Pyetja e fundit fare, në shtëpinë tuaj çka keni të personalizuar ju? E ke parasysh atë shprehjen që ustaj në shtëpi vet i legji gjonat kështu Asgjë. Ne kemi disa muaj që kemi nisur këtë punë edhe mu vazhdon akoma nusja ime më thotë që po mu kur do ma bësh i gjotë personalizim, po që tjetë për mu. Ti qofsh zonjë që vazhdon e mba lende në shtratë sotri. Personalizon për botën e s'personalizon për të. Po jo po është muhabeti i data, bese mos i kërkon datë, po rri tani. Aman, faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Mirë, faleminderit ju që na keni ndjekur. Kthehemi sërish ditë të mbarë dhe vazhdoni që ndroni me Top Channel.